Unë kur i mblodha numrat e deputetëve 53 plus 22 plus 18, nuk thash edhe plus 7 për shkak se kryetari i AK-s nuk e ka konsideruar të arsyeshme të nevojshme që të takohet me mua. Unë besoj që është rëndësishme që të takohet me mua. Lëvizja Vetëvendosje është fituese e zgjedhjeve. Ne edhe nëse nuk do të jemi bashkë në qeveri, padyshim që do të jemi bashkë në institucione, dhe në kohën kur takimet zhvillohen gjithandej, pothuajse secili me secilin, nuk besoj që është në rregull që një parti e respektuar parlamentare si AK-ja të refuzoj takimin me mua si kryeministër dhe kryetar i partisë fituese. Andaj edhe po duhet të them 93 në vend se 100, por gjithashtu edhe partit e pakicave, të cilët kanë qenë në të kaluarën bashkë me lëvizjen Vetëvendosje në qeverisje, ne nuk kemi asnjë arsye për të besuar që nuk do të jetë sërish njësoj, kështu që jo vetëm që kemi 50 deputet si lëvizje Vetëvendosje, po njëkohësisht i kemi shumicën e deputetëve në Kuvendin e Republikës, madje kemi më shumë se 61, që është minimumi i nevojshëm, por edhe një herë po e theksoj, nëse unë si fituesi i zgjedhjeve, kryetari i Vetëvendosjes, kam përgjegjësinë për formimin e qeverisë, zgjedhja e presidentit nuk është përgjegjësi vetëm e partisë fituese. Zgjedhja e presidentit është menduar që të ndodhë me një bashkëpunim me të tjerët.